tregoj që në atë protest nuk ka një vizion qartë, apo më mirë themi nuk ka një rrjedhshmëri dhe një botë kuptim për protestet. Protestet kryesisht në gjithë botën bëhen me çështje ekonomike. Pra pikat e protestës janë gjithmonë pika ekonomike, nuk janë pika politike. Ato 5 pika që dolën në protest nuk di se si, domethënë se ata nuk janë kërkesat e popullit, flasim realisht. Po të kujt janë? Të partive politike. Do në tje duke thënë që protestën e kanë marrë partitë politike të opozitës? Nëse shpuna opozita apo opozita, tu flasim për një protest apo për pikat e cilat nuk ndikojnë tek populli. Jo, më lë... Ja ta them unë. Të ngelim të kjo, protestën e kanë marrë partitë politike, duke thënë? Po patjetër me aty Kush? Është konglomerat. Kush? Konglomerat partish, konglomerat shoqatash. Dhe po të vesh re pikat që janë, për shembull, ai thot referendum, kodi zgjedhor, financimi partive. Këto janë pikat të cilat unë kam deklaruar që në fillim që kur kemi qenë dhe këtu, më duket edhe kam thënë që këto janë pikat të cilat nuk janë pikat të prekshme për popullin. Pra, nëse do kishim kërkesa ekonomike që do përfshinte biznesin e vogël, biznesin e mesëm, fshatarësinë, industrinë fasone, tjera, energjinë elektrike, naftën, do të kishte një përshkallëzim shumë të madh të popullit, sepse çdo kush do gjende veten në atë protestë. Po në momentin kur ti thua referendum, thua kod zgjedhor, ndryshimi i këtij ligji apo i atij ligji, nuk janë gjëra të prekshme direkte. Ne kemi një vend kur varfëria ka shkuar në mënyrë të skajshme. Kemi një vend i cili flitet për një GDP, po GDP nuk dihet reale se sa është. Kemi një vend i cili kërkojmë të shkojmë drejt Europës apo të bashkohemi me Bashkimin Evropian dhe jemi vetëm vend që nuk kemi minimum jetik. Okej, do të diskutojmë për çështjet ekonomike. Është një nga pikat më kryesore. Jo, okej, po të dalemi te protestat e pjesa organizatore. Jo, te protesta po dalun. Unë jam brenda protestës, në këtë çapo flas jam brenda protestës. Pra, nëse kjo protestë do kishte nxjerr këto lloj pika, do të kuptoj një gjë që në protestë niset me pika ekonomike dhe pikat ekonomike automatikisht kthehen në pika politike, sepse çdo gjë është politik. Dhe në momentin kur ti vë dhe afate, sepse ne kemi, për shembull, jam vëm 5 pika u pyes, kush janë afatet? E realizimit të këtyre pikave. Nuk ka. Pra kemi lënë një dorë të lirë, që kur ti mushet menja Ramës tiki, se pika parë për shembull është Rama Dorëheqja kryeminist. Dakor? Po kur? Sa do presësh? Sepse protesta këtë ka, çdo lloj proteste do kaloj patjetër revolt. Mirë, po një protestë zjatë me lule, nuk bie, nuk di se bie në qeveri me lule. Dhe nuk di nëse bie ndonjë qeveri kur ti nuk i shtrëngon rripat, themi. Okej, zoti Merkoçi, marrim me radhë. Ju thatë që partitë politike janë ato që e kanë përvetësuar tashmë protestën. Cilat partitë politike? Po fillohet me këtë Lapaj, Qorri, Shehaj, grupi Saliani që është aty brenda, shoqatat që janë aty brenda, Partia Demokratike që është brenda, partitë e tjera që janë brenda. Se aty është konglomerati. Tani, në renditje Partia Demokratike e vura ne nga fundi, sa ka Partia Demokratike ndikim këtë protestë? Po, them vetëm kaq. Pse e them këtë? Ti ju thoni që e vura nga fundi, po zakonisht për të mbajtur mend një gjë Landi, je gazetar i vjetër dhe e kupton. Kur bën një listë emrash, ai i parë dhe i fundit më atmen. Apo jo? Më kujtove atë rendin alfabetik në orë të mësimit, do thënë regjistri. I parë dhe i fundit më atmen, nuk marrin men ata nga mesi. Çonte fillim zysha, çonte të parin dhe të fundit. Po pra. Për ne ta thashoj i parë i fundit, ato marrin men. Por deklaratat që bëri Berisha dje, që tha pikat e protestës janë pikat që kërkojmë ne si Parti Demokratike. Po këto pika i ka kërku, më duket edhe Gonshej.
Këto pika I ka kërku edhe Llapa, Biles ka dalë edhe ka kërku firma për referendum. Këto pika I ka kërku dhe Qori. Apo ja? Po. Pra, këta janë pika politike. Do thënë, tashmë duke thënë që protesta nuk është më ajo e para, por është një protestë politike e opozitës? Po patjetër. Po kush nuk e ka kuptuar, le mos ta kuptojnë. Sepse Dani duhet të kuptojmë një gjë. Nëse do marrim nisjen e protestës. Protesta nisi për një person I cili u zvarrit në Zvërnec dhe u zvarrit sot nesmen çuditërisht në Mush Bulevardi Pro. Pra një ndjeshmëri fantastike. Akili Hektori. Një ndjeshmëri fantastike. Po çuditërisht, momentin që ndodhi dhuna në para kuvendit nesmen, nuk ishte ajo masiviteti kundra dhunës. Pse? Thash. Po sepse është një protestë, unë kam thënë edhe herë, është një protestë e mirë organizuar apo e sponsorizuar nga Europa. Si e sponsorizuar nga Europa? Është lufta ndërmjet Trumpit dhe Europës. Cezari dhe ky bën betejën në Shqipëri. Pompej. Europa me Trumpin po e bën betejën në Europa do të thënë BE ke fjalën. Në gjithë Europë, BE-ja kryesisht. Kjo është një betejë e BE-s me ndaj Trumpit dhe po e bëjnë në Tiranë, në Shqipëri? Po, është zgjedhur Shqipëria për të bërë shërbim betejë. Sepse në tani jemi pak realist. Pra ne them gjërat do t'i shohim pak me sy tjetër. Nëse do ishte protestë, thash, për qytetarët, do kishte çështje ekonomike. Mos harroni se sot shqiptarët ikin, zbrazin vendin sepse nuk kanë ku punojnë apo nuk kanë të ardhura. Nëse nuk do të sjellin këta refugjatët apo emigrantët, siç I quajnë, megjithëse këta kanë qejf ta quajnë veten diasporë dhe nuk e kuptojnë akoma se çdo të thotë diasporë, përdorin kot. Por këta emigrantët nëse nuk do sillnin qoftë edhe atë 100 euro apo 200 euro në muaj, prindërit vetë të jenë të bindur që prindërit nuk do kishin bukë me hangër. Pra kur ti bën një protestë mbar kombëtare thua, dhe nuk ke asnjë nga pika ekonomike, asnjë pikë ekonomike. Do pse nuk organizohen? Thash pra sepse Europa kërkonte qëllimin, kërkon qëllimin e vet. Ajo kërkon të zhvilloj një betejë të cilët arriti ta realizoj. Pse them arriti ta realizoj? Arriti ta realizoj sepse në momentin që nisi protestat në Tiranë, ju e pat gjithë mediat e botës, gjithë televizionet e botës jepin protestën në Tiranë. Live. Lajmi I parë. Jo lajm, po lajmi I parë. Lajmi I parë, po edhe live. Po live, po edhe lajmi I parë. Pra,